Në emisionin e sotëm ritmi i ditës do të flasim për bletarinë, konkretisht për bletarinë në Kërçovë. Njëri ndër bletarët më të njohur në komunën e Kërçovës është Hasan Limani nga fshati Zajas, të cilit i dëshiroj mirëseardhje në emisionin ritmi i ditës. Mirë se u gjeta dhe ju dëshiroj shëndet dhe jetë gjatë në punë dhe në familje. Ka kaluar një kohë gjatë që ju merreni me bletari. Keni punuar në arsim. Si e gjetët kohën që fillimisht të merreni, të futeni në këtë veprimtari, në veprimtarinë e bletarisë? Po, sa i takon bletarisë, unë kam faktor trashëgimi. Gjyshi im ka qenë bletar, edhe baba i gjyshit tim ka qenë bletar, baba im bletar dhe unë jam faktor trashëgimi i tyre bletar. Unë këta blet që i kam, nuk i kam të bleme, janë të trashëguara, mund të kenë bi 100 vjetë, këshërin sa, janë njëra pas tjetrës. Keni vazhduar dhe me thonë traditën që vjeçare të gjyshit? Traditën të atyre. Unë deri në studime nuk ishte aq bletari mirë, vetëm në ndihmoj një babajt, a këtë punë e kryente mamaja ime dhe babaj. Pastaj, kur mbarova për arsimtar, u martova, bashortja ime i kishte dhe ajo merak, dhe fillum ne të merremi dhe ne me bletari. Në cilin vit për afërsisht keni filluar? Unë kam filluar me bletarin vetë aktiv tjesha nga viti 1981-82. Nga viti 1978 mbarova studime që i përshëndes të gjitha ta kolegë arsimtar kush janë gjallë nga shkolla e lartë pedagogjike, dhe mandej fillova të merrem me bletari. Nevoja që na shtynte të merremi me bletari, rroga e vogël, kërkesat më dhaja dhe ashtu e morëm këtë drejtim. Në vitin 1981, sa blet keni pasur? Atër manjëm ma pak blet, për afërsisht ka 30-40 shoqëri. Ma bletët i kishim në mënyrë ma primitive i punojshim. Mjaltin nuk e bëjshim në centravuk, nuk e nxjerrshim mjaltin, e mashim në hoja, e kishim vetëm për miqt, për dashamirët dhe për vete. Nuk shitnim mjalt, asnjëherë. Cili është numri i bletëve? Tani sa blet keni aktualisht? Momentalisht kam 122 shoqëri bletësh. Numri i bletëve më varet, ndonjëherë ma shumë, ndonjëherë ma pak, po për afërsisht unë me këtë numër mirem. Mesatarisht është ky numër. Gjatë kohës së verës, disa shoqëri i quaj korpusa, si u themi ne, në mal, veç mas Skedardhaja, nga 10-15, ndonjëherë këtu afër në Bukuq kam dërguar blet, e kështu me radhë. Është interesante veprimtaria, funksionimi i bletëve. A mund të na thoni më konkretisht cili është aktiviteti ditor i bletëve që ju merreni një kohë të gjatë? Po bletët nuk e kanë të caktuar që çdo ditë të punosh. Ka anë pozitive se punon një shoqëri, mundesh ta ndërpresh dhe të punosh nesër. Po për të çdo ditë duhet të bletët të thush mirëmëngjesi dhe natën e mirë. Për shkak se për kujdesi është si një fëmijë. Duhet të kesh kujdes dhe qasje nga smundje të ndryshme. Duhet të kesh kujdes dhe qasje nga ushqimi. Duhet të kesh kujdes dhe qasje për humbjen e mamave ose për shumimin e një bletëve. Se në një shoqëri bletësh ka parafërsisht deri 90.000 bletë të vogla. Mendoj një koshare, ka deri 90.000. Kur bëhet shumimi i tyre, duhet të vësh korpusin e dytë ose katin e dytë, të tretin. Kjo është puna e bletëve që donë për kujdesje. Mandej ka punë rregullimin e kornizave të përditshme, heqjen e hojave, shikimin ndonjë korniza është e prishur ose jo, ka deviju gjatë formimit të kornizës së telave që shtrëgohen aty. Edhe kështu me radhë, do me thënë se bletët nuk kanë punë të përditshme, por kanë të punë të kohë pas kohë.
lidhet kjo me stinën? Ka më tepër aktivitet gjatë periudhës së verës ose dimnit kërkohet atëherë kur mungon ushqimi për bletët? Unë si arsimtar kam bërë edhe një skript, si ta quve ashtu një doracak për bletarin dhe kam caktuar edhe muajt dhe stinët e vitit. Prej në mars deri në fund të qershorit bletaria ka shumë punë. Bëhet rojitja natyrale dhe rojitja artificiale. Bëhet vendosja e kornizave. Bëhet mande nxjerrja e mjaltit. Mjaltin e si që me ngjyrë të verdhë, mjalti pranveror i themi, nxirret në pranver me njerë në fillim të muajit qershor. Në stinën e dimrit ka ma pak punë, po bletari nuk duhet të rrinë edhe në stinën e dimrit, se duhet të përgatisë kornizat për në stinën e pranverës. Po që se mirës unë me shumë shoqëri, nuk ke kohë për një javë ata duhet të vendohen këtë gjithë, për afërsisht në 100 shoqëri vinë 1000 korniza. 1000 korniza nuk bëhen atë shletë. Atë brenda javës nuk mund bëhen, prandaj edhe gjatë dimrit ka punë të brendshme, por në ke bletët ka vetëm kontroll kur temperatura 15 gradë nën hije. Ç'bëhet bëhet gjatë dimrit, është më interesant për çdo gjë. Shikohet bleta sa ushqim ka. Po që se nuk ka ushqimi që vetë ka siguruar. Po, varet, po që se janë zero ushqimin, e merr ti për lëvërdin tënde, ajo s'ka ushqim. Po që se ja lije, duhet t'i mjaftojnë. Bletët ushqen më së tepër me mjaltin e vet. Po që se do të mbajsh blet, jo me ushqime artificiale. Edhe njeriu me ushqime artificial nuk mundet jetu në gjatë. Edhe bletët me ushqime artificiale, me pogaçe, me sherbet, nuk jetojnë gjatë. Keni patur raste që një koshere, një blet, fjala vjen, nuk ka mundur të mbijetoj periudhën e dimnit? Po, ka raste të tillë, veç mas ka jo për ushqim, kjo nuk ka ndodhur për ushqim, po gjatë dimrit ndodh kur mama është e dobët. Edhe po që se vdes mama, vdes e gjithë shoqëria në dimër. Se nuk ke mamë tjetër, nuk leuset, nuk janë në dimën funksional, janë të dobët edhe s'mundesh ta t'i vësh mamë gjatë kohës së dimrit. Në çfarë mënyrë shtohen bletët? Ja, fjala vjen, ju keni pasur dikur më pak, tani keni 120 koshere. E ceka, unë se bletët shtimi i tyre bëhet në mënyrë artificiale dhe natyrale. Natyrale kur zgjohet, bletët lëshohen prej një shoqërie ka 2 ama edhe del njana. Edhe ata ndalen sigurisht në për pemët ja këtu, prandaj janë këta pemët edhe i grumbullojmë ne me koshar. Pastaj ju i grumbulloni dhe vendosim një korpus tjetër. Unë do doja të flasim pak për logjikën e veprimtarisë, sistemin e veprimtarisë së bletëve. Kam dëgjuar se funksionojnë si një ushtri, me komandë, me parime, me principe, me rregulla të caktuara. Po që se njerëzimi jetonte me rregullat e bletës nuk do të kishte problem. Bletët e kanë se cilat të caktuara punën e vetë. Bleta nuk punon, vetëm bën vezë. Edhe atë në stinën e verës deri më 2000 vezë për 24 orë. Për shkak se duhet të ketë sa ma tepër bletë punëtore për grumbullimin e mjaltit. Ç'është më me rëndësi? Po që se në një koshar hyn një blet tjetër, ata i shkon koka. Pra dënimi është me vdekje. Aty nuk mundet në kosharë tjetër të në blet tjetër. Janë të organizuar. Pikërisht si ushtarët, si sistemi ushtarët. Mbrenda në korpus, bletët e reja bëjnë mjaltin, e përpunohen. Bletët punëtore, bletët tjera që janë më të vjetra, bin 15 ditë që është bletë e vjetër. Deri në 15 ditë bletë e reja. Bletët punëtore të vjetra, ata bin grumbullimin e mjaltit, të nektarit. Ku e gjejnë ata? Dhe si tregojnë është interesant në nga tjetërës. Bletët kanë një orientim të tillë, sa që kur e gjenë dikund ku ka mjalt, ajo e merr dhe ja vizaton aty për aty rrugën ku duhet të shkojnë. Edhe bletët tjera shkojnë direkt në atë vend. Edhe marrin mjaltin në atë pemë ose në pranverë, ke lule bore që janë,
ke manushaqet, ke lullet e verrinit, të shelgut, edhe ashtu ata janë shumë, kjo është, kurse bletat mashkullore bëhen vetëm janë për fekundim. Nuk thumbojnë, nuk kanë thumb, jetojnë ma pak. Në sinën e dimrit ato nuk ekzistojnë. Ç'është se pyetet për atë, sepse në vjeshtën e vonshme që si tash, bletët punëtore i dëbojnë ata. U hanë, u sulmojnë krahët dhe i nxjerrin jashtë. 3-4 bletë sulmojnë një bletë mashkullore. Për shkak se nuk kanë nevojë për ato. Që ushqimi të mes vetëm për ato, ata bëjnë këtë punë. Kurse në pranverë, gjatë dimrit lanë një në 50 bletë mashkullore, pa shumë numri i vogël, kurse në pranverë ato shumohen me ato, edhe mande fillojnë edhe ata. Ata bëjnë, ushqehen nga bletët punëtore, dhe bëjnë vetëm fekundim dhe fladitje gjatë kohës së verës, kur është temperatura e lartë. Këtë detyre kanë bletët mashkullore. Unë kam edhe një pyetje që e kam me të dëgjuar, nuk e kam të verifikuar, një informacion që lidhet me mizat përtace, dhe që sulmohen dhe përjashtohen nga shoqëria. A është e vërtetë kjo? Po, është e vërtetë. Në të shumtën e rasteve menit para koshares, aty ke korpusi, do të shofi se i nxjerrin. 4 bletë, një që nuk është punëtore, me njerë e përjashtojnë për shoqënia. Nuk e lënë, ajo është e vërtetë. Në fillim ke bletaria qasja se si të qasemi, si të fillojnë të punuem. Pikë së pari duhet me timosen të timojmë ke derza, ke hyrja kryesore. 3 a 4 shlunga. Më pas i dalim nga mbas. Ke bleta dhe punojmë për mbas. Me qenë se a hapëm kapakun kryesor, kjo në bletari i thuhet qatia e bletës. Për shkak se është e përbame prej dërrasës së hollë dhe prej një llamarine. Pas asaj kemi dyshemen dhe është e përbame dhe kjo prej një pleku të hollë. E hapim. Tash fillojmë përsëri me tymosje. Se fillojmë të hapjen e bletëve. E tymosim nga dal dhe fillojmë të punojmë shumë nga dal. Pse e bëjmë tymosjen? Për shkak se bletët fillojnë të aktivizohen. Marrin mjalt se e kuptojnë se i pret diçka. I mushin shegzat e tyre me mjalt, për atë arsye nuk thumbojnë shumë dhe janë më të qeta. Nuk janë agresive. Nuk janë agresive. Por duhet me shumë kujdes të punohet. Gjithmonë do të kesh mbrojtjen kur punon me bletët? Jo. Mbrojtja është shumë pak ne bletarët e përdorim, po në raste të tilla e përdorim për shkak se të punojmë më qetë dhe jemi përpara kamerave. Ja si duket një shoqëri bletësh. Këtu janë kornizat e bletëve. Kjo bletë është mesatarisht e mirë. Shohim sa ka mjalt. Në fillim përsërit vetëm bëjmë tymosjen, se po që se nuk tymon, bleta është shumë agresive. Unë zakonisht nuk punoj vetë me bletarin, më ndihmon shoqja, por për fatin tonë sot nuk o pak në qef, është me një grip, rruf dhe e nxjerrim një kornizë. Kjo korniza e mjaltit. Bletët janë duke punuar akoma. Punojnë, ja, këta janë bletë të reja që do dalin ende. Kjo është bletë, për fatin tonë është një ndër bletët e mira, që e zgjodh kamermani dhe i falenderojmë që e zgjodh këtë
korpus. Ta shofim sa mjalt ka. Një blete, një shoqërie, një korpusi, i nevojitet... Shoqëri do të thonë është kosherja. Ç'ky korpus, ç'kjo koshere, si themi ne. Po i nevojiten deri me 10 kg mjalt për dimër, kurse për një vjet, një blet harxhon 80 kg mjalt. Për një vjet, 12 muaj, një blet harxhon 80 kg mjalt. Ku ka arritur procesi? Këtu ka ja. Kjo mjalt taze, i tashëm. Kamermani s'di sa mund ta vërrin, ja ke ndryqon. Kjo mjalt taze. Tash këta dit është i vonë. Kjo mjalt i moqëm, këtu e kanë hangër pak, kone ftohet kur ishte këta dit, ushim për vete. Kur është produktiviteti më i madh i bletëve? Bletët fillojnë me punë nga marsi dhe mbarojnë deri në gusht. Prej në gusht nuk prodhojnë mjalt, vetëm për vete. Për ushqim? Për ushqim për vete, fare pak për njerëzit. Në viset tona mendoj, kurse në viset tjera ka ma tepër. Tash ta janë të gjithë për në dimrim, i kam dimru, dimrimi do të thotë, kur i pregadit për në dimër. Pregaditja bëhet duke u shti i timos, duke u dhanë barna për kundër smundjeve. Të janë këtë veprimtari e keni për zemër, një kohë të gjatë merreni me bletari. Cilat janë planet tuaj për periudhën që vjen? Do të vazhdoni me këtë përkushtim të njëjtë të merreni me këtë veprimtari? Unë bletarinë e kam tash, si të them, si gjaku dhe mishi të pandara me enet e gjaku tash, për shkak se më ka kalu në smundjet e unë. Unë tregoj një rast vitin e kaluar, po që se nuk nej zhurmën e bletëve një muj ditë, unë mendoj se kam harru diçka. Dhe dal jashtë, e qel një korpus dhe vetëm ta shikoj. Atëherë plotësohesh shpirtërisht. Plotësohem shpirtërisht. Pra, bletaria është pregaditje psiqike njeriut për shërim. Edhe dobija është e mjaftueshme, ka një rendiment të lartë, edhe një fitim të mirë. Do të thonë do të vazhdoni me po këtë ritëm të merreni me bletari. Unë derisa të mundem, nuk do ta lej bletari. Po më vjen keq që jem njeriu i fundit edhe si e kom pas këtë fat të keq, në familjen time t'jesha gjenerata e fundit. E trashëgimisë së kësaj veprimtarie. 4 gjenerata që janë. Unë ju uroj suksese gjatë periudhës që vjen në ushtrimin e kësaj veprimtarie mjaft të devotshme. Gjithashtu ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë. Unë jam shumë mirënjohës juve, televizionit tuaj, kamermanit, veç pas që kam pas zanës, ty si shok dhe si familje. Falenderoj dhe sukses. Rrofshi, shëndet keni.